Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Këto petulla të lumbace, pambuk të buta që nuk përthithin as pak vaj, mund t'i përgatisni mjaft lehtë në shtëpinë tuaj për fundjavë, për çdo mëngjes, ose sa herë ju kërkojnë fëmijët tuaj. Fillojmë pa humbur kohë, në një enë do shtojmë 400 gram miell gruri, krip, një majlugë sot buke, një majlugë pluhur fryrës dhe masën do ta përziejmë shumë mirë. Kjo është shumë e rëndësishme pasi përbërësit duhet të lidhen shumë mirë. Soda dhe pluhuri fryrës të mos qëndrojë pa u përzier me mielin, pasi krijojnë një shije të hidhur dhe as pak të këndshme. Pasi e kemi përzier mirë, do shtojmë 2 vezë. Si fillim masën do ta përziejmë me ndihmën e një luge. Më pas do shtojmë 150 ml qumësht. Qumështin do ta shtojmë pak e nga pak duke punuar brumin me dorë. Kështu do të mundemi që të shohim edhe masën e brumit, se sa qumësht duhet të shtojmë, pasi varet edhe se sa përthithësh është mielli. Duhet na formohet ky brum, jo i ngjitur, por i butë, dhe me njëherë sa po e kemi krijuar tavolinën e punës, do shtojmë pak miell ose një seshtes si pas dëshirës. Unë kam vendosur miell dhe me ndihmën e një oklahie ose peci, sido që ta quani, do ta hapim në formën e një pete, as të hollë dhe as të trash si kjo që tregohet në video. Pasi e kemi hapur, do ta presim, mund të zgjidhni çfarë do lloj forme dhe mënyre që ju dëshironi. Unë kam zgjedhur më të thjeshtën, duke prerë me ndihmën e një thike në formë katrore, kështu nuk do humbi as një pjesë dhe është më e thjeshta. Por nëse keni fëmijë që bëjnë pak naze, mund t'i prisni bashkë me forma nga më të ndryshmet, kështu mbase do t'i konsumojnë pa bërë shumë naze. Të gjithë e dim shumë mirë fëmijët se sa të vështirë janë në ushqim. Unë vazhdoj t'i pres, ja, peta duhet të ketë këtë trashësi. Në tigan do shtojmë vaj të bollshëm, mos u shqetësoni pasi nuk përthithin as pak vaj. Duhet vaj i bollshëm pasi petullat duhet të zhytën në vaj në mënyrë që të fryhen dhe të krijojnë atë formën e si to lumbace. I vendosim në vaj, vaj duhet të jetë i nxehtë. Në fakt këtu ku i kam vendosur unë nuk ishte shumë i nxehtë, duhet alini të jetë pak më i nxehtë dhe do t'i kthejmë her pas here derisa të marrin të ngjyrën e bukur. Pasi janë skuqur, i vendosim në një pjatë me letër kuzhine dhe i keni gati për t'i konsumuar. Janë pambuk të buta, nuk kanë as pak vaj, duken edhe në video. Mund t'i konsumoni me çfarë të keni dëshirë. Ne konsumuam me djathë të bardhë dhe glikofiku. Nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos dilni pa bërë like dhe pa lënë përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës.